Macomb County, qarku më i madh me shqiptar në SBA. Një hartë e re e New York Times ka zbuluar diçka që mund t'i befasojë shqiptarët në të gjithë Amerikën. Qarku me numrin më të madh banorëve që deklarojnë përardhje shqiptare nuk ndodhet në New York, ndodhet në Michigan. The New York Times ka publikuar së fundi një artë interaktive ku tregon se ku jetojnë amerikanët sipas përardhjes së tyre, duke përdorur të dhënat e censusit amerikan deri në nivelin e zonave të vogla statistikore. Nëse kërkon Albanian, harta ndriçon me njëherë disa prej qendrave më të rëndësishme, si Bronxin, Westchesterin, Queensin, Detroitin, Waterburyn, Worcesterin, Chicagon dhe New Jerseyn. Po shifrat tregojnë se një histori shumë kush mund ta kishte pritur. Sipas hartës, Macomb County këtu në Michigan ka 14.000 banorë që deklarojnë përardhje shqiptare, duke bërë atë qarkun me popullsinë më të madhe shqiptare në Shtetet e Bashkuara, ndjekur nga Westchester me 11.000, Queens, Bronx dhe Brooklyn me nga 10.000. Kjo vendos periferinë e Detroitit në vendin e parë.